Opozitarja BDI akuzon Ministrinë e Drejtësisë për shkelje penale për keqpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyrtar në lidhje me refuzimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Kanita Ramadani nga kjo parti tha se ligji është i qartë dhe pengimi i tij ka pasoja juridike. Sipas integristëve, pengimi i zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe personave përgjegjës përbën bazë për përgjegjësi penale për keqpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyrtar. Kërkojmë nga Inspektorati për përdorimin e gjuhave që menjëherë të konstatoj shkelje dhe të inicioj procedura për kundërvajtje ndaj Ministrisë së Drejtësisë dhe personave përgjegjës. Kërkojmë nga Prokuroria Publike që të vlerësoj ekzistencën e elementeve për ndjekje penale, për keqpërdorim të pozitës zyrtare, moskryerjes së detyrës zyrtare dhe nxitje të mosdurimit ndëretnik. Kërkojmë përgjegjësi personale nga Ministri i Drejtësisë për çdo vendim ose mosveprim që pengon zbatimin e ligjit. Për provimin e jurisprudencës u pyet edhe ambasadori i BE-s Mihalis Rokas, i cili tha se duhet të zhvillohet me dialog gjithëpërfshirës me palët e interesuara dhe të mos politizohet. We are aware of this matter, which has had a lot of publicity in the past few days. Obviously, the Constitution and the national legislation needs to be observed. And when such matters arise, it is essential that there is an inclusive dialogue of all stakeholders involved and preferably no politicization. Kryeministri Mickoski dje tërhoqi deklaratën e dhënë para disa ditëve lidhur me mundësinë që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe. Dje tha se provimi mund të mbahet edhe në gjuhë tjetër, vetëm nëse miratohet një ligj për këtë, sepse ligji aktual nuk e lejon. Pas kësaj, kryeministri theksoi se ligji do të dërgohet te Komisioni i Venecias.